Me cilë dyjare të zgjova nga gjumi. Këngë, valle, kostume popullore dhe tradita të trashëguara ndër breza janë ngjitur në skenën e fshatit Kot në natën e parë të edicionit të 4 të festivalit folklorik. 8 grupe performuan duke sjellë për publiku ngjyrat dhe veçantinë e folklorit të zonës. Ajo që spikati ishte prania e të rinjve, që kënduan dhe vallëzuan duke treguar se tradita e të parëve vijon të jetojë edhe tek brezi i ri. Mes grupeve pjesëmarrëse ishte edhe grupi Vlla Uan Shollaj i Selenicës, i cili u ngjit në skenë me 3 këngë, të cilat përcollën gjuhën, kulturën dhe identitetin e komunitetit vlla të Selenicës. Debati për të ardhmen administrative të Selenicës u bë pjesë edhe e kësaj mbrëmjeje folklorike. Pjesëtarë të grupeve labe shprehën shqetësimin se shkrirja e Bashkisë Selenicë me Vlorën do të mund të sillte sipas tyre humbjen graduale të vlerave dhe traditave të kësaj zone. Në këtë edicion marrin pjesë 25 grupe folklorike, ndërsa juria përzgjodhi 5 prej tyre për natën finale.